Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një men. Sonte mysafir në studio e kam njërën prej artisteve më të mëdha të kombit tonë. Është një divë e madhe, madhështore, e cila ka mri që përkundër të gjitha sfidave, nërskomcave, pengesave, me izgjanu kraht edhe me ndo artin e saj me krejt botën. Përkundër kësaj, përkundër fakti që krejt bota e trajton si mbretnesh, si kulminacion i kantos, ajo metët modeste, njerëzore, e afërt edhe e kojshme. Ajo dëshmon që më së miri që nuk mundesh me qenë artist pa qenë mas pari njeri, pa qenë e njerëzishme. Nuk mundesh me qenë artist pa zemër të bardhë, e pa zemër të bardhë nuk ka art. E mysafirja ime sotme është një gru e dashtun, arti së cilës, zani së cilës, inspiron, frymëzon edhe zgjon krejt çka është hynore të secili prej nesh. Është një gru, mirësia e së cilës është ngjitse. Kushdo që e ka pas nderin me nejt, me te, me shiu punën, artin edhe performancën e saj, metët i fisnikrum prej mirësisë së saj. Spaku une e kam përshtypjen që zani i saj e përçon krejt gjithësi në mënyrën më të pastër hynore të secili prej nesh. Shikues nderuar, sonte me neve në studio Ermonela Jaho. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Jeta, faleminderit për ftesën. Ermonel, motist kemi pa në Prishtinë, pse po na nderon kaq rrallë? Jemi sinqert, gjithmonë kam pasur ftesa, por programi im ka qenë kaq i ngjeshur dhe nuk kam pasur mundësi të gjej ato ditë pushimi, ato ditë për të ardhur këtu në Kosovë. Por ja, qëlloj, mbas shumë vitesh, ashtu anullova diçka tjetër, nuk funksionoi, domethënë një produksion tjetër, edhe me njerë thash, u hap kjo hapësirë direkt të vjen në Kosovë. Kështu që e pranova ftesën, që më është bërë disa herë, por kësaj radhe qëlloj edhe me shumë evente këtu në Kosovë, dhe jam aq e lumtur që jam kthyer dhe nduket sikur kur nuk kanë kaluar 14 vite Jeta, por sikur ka qenë mbrëm. 14 po flet sepse na jemi taku në 2011 kur ke marrë koncert, por para çasaj na po e bëjmë intervistën një ditë pas koncertit tan. Kallëzom kemi ri me flajt, me pushu. Tash kallëzom qysh ishin përshtypjet për imramshit. Emocioni ka qenë kaq i madh Jeta, sepse është edhe një përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe. Ne si artist, sidomos që vim nga një vend, nga Shqipëria, nga Kosova, me një histori kaq të dramatike, mund të them, dhe mbarti mbi shpatullat tona, ndoshta unë tani e kam kuptuar më mirë, një përgjegjësi jashtëzakonisht madhe, të japim atë shembullin ton, frymëzimin ton për bresin e ri. E kemi provuar emigrimin të gjithë. Unë u bëra kjo që u bëra sot, një këngëtare, një artiste që këndoj në gjithë botën, realizova ëndrrën time, por gjithmonë e kam kthyer kokën mbrapa, sepse kam parë ato Ermonelat vogla, ata të rinj që kërkojnë një shpresë, kërkojnë një derë të hapur që ka mundësi, edhe ti mund t'i arrish. Kështu që nuk dua, ndoshta e mendoj unë kështu, nuk dua që atë vuajtje, atë emigrim që kemi provuar ne, se ta provoj bresi ri, kur ne mund të sjellim të gjithë këtë bagazh që kemi marrë, human, artistik në përbot, ta sjellim në vendin tonë. Edhe, a është ky koncerti i parë solistik që e man në Prishtinë? Në Prishtinë ky është i pari. I pari 2025, e ke ardhur me ftesën e Filharmonisë Kosovës për çlirimin, për ditën e çlirimit, 26 dhjetorit. Mram ishte një ndjenjë e mirë. A e din edhe pse, ka i herë nuk i dihet mungesa e sallës, cilën e përmende. Në fakt, e bëj këtë koncertin edhe ma të dobishëm. Pse? Sepse ishin njerëz cilët nuk kanë pare me ble biletën, sepse ishin pensionera. Pensioni në Kosovë është shumë i vogël, edhe ishin ullë rreth e përçark barjerave, kishin marrë karikat me veti, edhe mbari ishin ullë edhe kishin mundësi me ndëgju njerëzit që zakonisht nuk shkojnë opera. Kjo ishte efekti në shesh. Sa bukur, faleminderit se nga që kur jenë nga ana tjetër e skenës nuk e sheh. Më bëhet shumë qefi dhe doja të ta thoja edhe këtë gjë, pash edhe fëmijë vërdall aty që losnin,
ose që kërcenin me ritmin e muzikës. Jashtë si lojnë fëmijët me kësy gjatë koncerteve, kështu së ndodh? Nuk ndodh, po sepse ishin, nuk po shqetësoheshin, nuk po shqetësoni, do më thëmë po e shijonin atë muzikë, që flasin për muzikë operistike, nuk ishte diçka e muzikës lehtë që ndoshta të kap më shpejt, dhe aty e she mu përlota kur pash këta fëmijë, sepse thash sa dashuri duan, sa përgjegjësi kemi ne për këtë brez. Dhe duhet ta japim neve shembullin, duke sjell diçka, duke u bashkuar. E them këtë gjë se më ka takimi që pata me orkestrën e Filharmonisë Kosovës dhe të operës, u lidhëm kaq shumë. Programi që solla që një program tepër sfidues, një program unë e kam marrë aq seriozisht, sepse është një program që unë e këndoj qoftë Metropolitan, në La Scala, në Paris, është një program i vështirë, dhe për treguar që dhe për t'i dhënë një shembull edhe brezit të ri, që ky është niveli. Dhe ne gjërsa e bëm këtë në Kosovë, çdo gjë është e mundur. Këta kanë qenë muzikantë, artistë kaq të mirë dje, që ka qenë një emocion, një energji, pikërisht me atë program që mund ta shikoj atë program, mund ta dëgjoj në çdo vend të botës. E tash, është interesant që shumica njerëzve mund të thonë qysh s'ke mri deri tash, edhe ti vetit po i thu qysh deri tash s'ke ardhur në Prishtinë, po shumë e rëndësishme cek që në 2011 ti ke ardhur, jo për koncert solistik, po ke ardhur për një mramje bamirësie, që aty kom pas rasti me taku edhe po du me nda një moment kur më kish liru se u pata shqetësu që mas pari është 2011, ti vishe në 2011 në kushte edhe ma të këqia na kishim, s'kishim sall tjetër përveç një hotel me të shume kënu. Nata e bamirësis për me mbledh pare, shoqata Nona Terez pa thirr me mbledh pare për fëmijët që kanë problem me zemër, edhe ti vishe, edhe unë e fillova me të googlirat dhe me kuptu ma shumë për ty, sepse e pata detyrën me moderu atë gallamramje që e transmeton të RTK-ja, ishte me thirrje. Ti do të këndoje, njerëz do të thirrshin me dhon pare prej diasporës, edhe unë e po shoqi review top, do me thonë kritikat që i kishin media ndërkombëtare ishin që jo që ishte shqiptari ma e madhe, artiste ma e madhe, po që ishe sopranoja ma e rëndësishme në ato momente. Kishte shkru për ty Guardian, kishte shkru Ekonomisti, vishe në Prishtinë me një sallë të hotelit. Edhe dhe isha ku kur të nashe, kjo s'po din ku po vjen. Një. E dyta, qëllën ta qësë zoti që ty rrugës të hupët valigja. E kështë e marë fustanin, garderobën me vete, për me na nderu me na bo mramin këtu galla, që njerëz me dhënë pare, ty të hupët bashkë ty qëllën të hupë valigja rrugës. Edhe ti vjen, edhe unë menoj që pri senave të para që kemi diskutu në skenë, kur i bëjshim provat, isha dhona aty dhe që ka me bo për valigje. Të dhe, ajo pun është dytësore, tash kemi mu koncentru në prova, edhe kështu ashtu, bile the, nështë o bo mirë që më ka hu valigja, sepse, po du me ta kujtu, the, kur shkoj unë dikun kom qef dizajnerat e qati veni, kreatorët e qati veni mi përdor, e me këtë sebeb, shqyr, ju keni me më kalzu, kone keni dizajner të mirë, kush o kreator këtu, let mi bjen një 3 fustona, njonim qëllon që mi bjen taman. Edhe ti pruni, atëherë kreatori ka qenë Valdrin Sahiti, sot po e promovoni kreatore të re, do me thone ke pos fustoni fenomenal mram të flutra Dedinjës me filigran, po du me të kalzu që fort më ke lanë për shtypje, për modestin që e ke tregu edhe qysh nuk i bone, nuk u sile si diva, nuk u sile si dikush që duhet të gjithë ne mi u përshtat për një siklet që e ki. Jeta e dashur. Qëllimi ishte aq i madh. Një fustan, gjërat materiale merren. Po ajo mbështetje për atë kauz vetëm ai donte shpirtin dhe zërin tim. Dhe çdo gjë për mua ishte sekondare. Dhe kam qenë aq e lumtur dhe e nderuar që isha e ftuar, e kuptoj ndoshta kushtet, ambienti, po qëllimi ishte më i madh, siç na mëson Nën Tereza, të bëjmë gjëra të vogla me një dashuri të madhe. Dhe në qoftë se nuk do ta bëjmë ne si artist, të tregojmë këtë anë, artisti, të gjithë sot duan të bëjnë artist, etj. Por me shumë modesti mund të them që një artisti vërtet duhet të ketë një shpirt të madh.
sepse ne këndojmë, muzika është gjuhë e shpirtit. Çdo gjë që këndojmë ka të bëjë me dashurinë, me ndjenjat humane të enfatizuara, të ngritura në qell, kur i thonë, edhe në qoftë se ti nuk ke një qenie humane e mirë, nuk ke çfarë jep në skenë. Kështu që për mua ka qenë ftesa njerë për të ardhur për të qenë pjesë e asaj mbrëmje bamirësie, ishte një nder që më bëhej mua, që ndjesha unë një qenie humane më e mirë dhe si artiste mund t'jepja diçka nga vetja ime, kështu që në atë të voglën time. Dhe pse jo, e vërtet edhe kjo përsa i përket stilistëve shqiptar, jemi një popull shumë i talentuar. Ajo që mendoj duhet të duam njëri tjetrin më shumë, ta mbështesim njëri tjetrin më shumë dhe ta evidentojmë këtë gjë. Unë qëlloj shumë mirë, sepse unë njoha me stilistët shqiptar, por e fundit sidomos mbrëm që bëra këtë koncertin, kisha 2 fustane nga një stiliste jashtëzakonshme, që kishe futur ato motivet shqiptare nga Flutura Dedinja, që jam mirënjohëse me jetë, sepse ka bërë diçka kaq të veçantë, edhe isha e mbështjell me dashuri, me gjithçka, dhe për mua ndoshta tingëllonte anakronike, por më duket një lloj detyrimi human, shpirtëror e patriotik të nënvizoj talentin e të gjithë shqiptarëve aty ku mundem. Atë ka marrë malli me pa Armonela në 2011-ës? Okej, ta shohim. Hajde, Rinj kemi qenë. Të shohim si dy atë sot rinj kemi qenë, po unë e kom zgjedh një Sertandin këngën, ta dëgjojmë prej Gallamramjes, që e kemi majt jeta në Kosovë, në bashkëpunim me RTK-n, 2011-ën, mramje bamirëse, me Armonela janë. Diçka që s'na ke dhënë mram, e ndigjum sot në këtë emision, nuk na kënove Shqip mram, po na pas ke kënu në 2011-ën. Është e vërtet. Kjo është një pjesë nga një operë shqiptare Mrika, mendoj. Dje nuk është se nuk doja të këndoja Shqip, por doja të jepja është një mesazh për ata student, për ata të rinj shqiptar që kanë këtë ëndrrën për të bërë këngëtar, artist me një repertor botëror, etj, edhe doja të jepja këtë anë timen, atë lloj disipline pune, shumë gjëra që do përballen nesër pas nesër me botën e operës. Kështu që doja të jepja unë një shembullin tim të
aty ku kam arritur, dhe për të më prekur me dorë, kur i thonë, ky është ai niveli. Këto janë ato hapat që duhen kapur. Do me thonë, jo pse nuk doja të këndoja shqip, po doja të jepja diçka tjetër, do me thonë për atë që unë prezantoja si artiste, edhe atë shembull që doja t'ju jepja. E po du me të kallëzu që çka u fol mrapa shpinës tënde më ram, nëse u bën një pyetje, e unë e kom qef me t'i kallëzu krejt, të vërtetën, thanë nuk din Ermonela me kënu shqip, nuk din oper shqip, sepse krejt repertoarin e ka t'huj. Që kjo po kallëzan që 2011 te ke zgjedh Mrikën në mramin e bamirësisë, ke ardhur edhe dir me kënu shqip. Patjetër, është detyrim. Atëherë, nëse mujmë me këtë këngë shqip me u kthy te fillet e tuja, po du me u kthy te momenti kur 92-ën. Pse po du me u kthy 92-ën? Sepse është kohë e rëndë me fillu muzikën. Unë po du me dal prej 92-ës te momenti i sotëm i asaj që ti po bën kur erdhe këtu e majte edhe një legjërat për Fakultetin e Muzikës. Shumë faleminderit që majte gjete kohë edhe me fol me studenta. Por, jemi të fol për një situatë sot, tanë kohën po koncentrohesh në 3, me dhanë mesazh, sot shkollat e Prishtinës kanë mungesë të instrumenteve, e lënë mo shkollat e periferisë. Njëjtë po mendoj që mungesë të instrumenteve edhe të kushteve kanë edhe në 2025 të rritë që dojnë me fillu me ndigju, me bo muzikë. Ti ke fillu si 6 vjeqare, 92-ën, 93-ën e ke lshu Shqipnin, po tregomi kushtet që shke fillu ti në krahasim me ku jemi sot, nëse ke iden në çfarë gjendje është sot edhe Shqipëria dhe Kosova sa i përket kushteve të muzikës. Unë, kur kam filluar, sinqerisht, mbaj mend në liceun artistik, ngrisha në 5 të mëngjesit të hapja i shkolla që të zija të pianon, atës klasën me piano, se pianot ishin të pakta, dhe kush zgjoj përpara, që të zinte klasën studionte, mbaj mend në 5 të mëngjesit. Nga njëherë mbylleshin dyert, as roja nuk ishte ardhur, dhe hipnim nga dritarja. Një dyherë kam ngrisur rrobat, kur i thon vetëm për ajo dëshira, po kishte aq pasion jeta. Për mua ishte jashtëzakonisht e rëndësishme arti, studimet për cilat po bëja. E te liceu, po flet për fakultet? Jemi të folur për akademi të arteve, është Jo, është shkollë e mesme, liceu artistik. Shkollë e mesme. Nuk ishim partitura, unë kam bërë vetëm vitin e parë, pa mbaruar vitin e parë në Akademinë e Arteve, që sot mund të themi fakulteti muzikës, dhe nuk ishim partitura, do me thënë literatura ishte pothuajse inexistente. Edhe çdo gjë, nëse dikush nga pedagogët që kishte marrë një partitur nga jashtë atjerë, ne merrnim dhe unë e kopjoja gjithë natën me dorë, do me thënë se të nesërmen do t'ja jepje mbrapsht mësuesit. Dhe jo vetëm aq, por edhe iknin dritat, edhe kam kopjuar me qiri. Jemi të fol 92-shin, 91-shin, 92-shin, 93-shin, por ishte dëshira kaq e madhe. Një është dëshira, një është aspekti ekonomik që s'kam pas, që s'keni pas instrumente, varfëri e madhe në Shqipëri. Ana tjetër, megjithatë, profesionin tonë është ana sociale që ti nuk vjen për familjes ku babe babgjësht kanë dëgju muzikë. Si Imva Mula, për shembull. Do me thonë, ti vjen prej jashtë Tiranës, sa ke pas rezistencë nga një paragjykim që është në botën e artit, që fëmijët e artistave bën artista? Në disa momente e kam pasur, të jem shumë e sinqert, sidomos kur baba im çonte për audicione, më ka çuar 1-2-3 vende, do me thënë që të merrte një mendim, do me thënë është vajza ime për këngëtare, për të vazhduar shkollën, dhe në 2-3 këto momente kanë thënë që as në korë nuk do futet, o thjesht në korë, se nuk e ka të talentin, se unë isha edhe shumë e mbyllur, vetëm studioja, nga që ndoshta, ti themi gjëra troç, nuk isha ato fustanet e bukura, nuk isha disa gjëra të jashtme, kur i thonë ana, jashtme. Baba çka ka punu që po thuj? Babi ka qenë oficer, mami ka qenë, mami në fund pastaj u bë ndëti në shtëpi sepse me 5 fëmijë, do me thënë pati kujdes për shtëpjake në shtëpi, edhe pse ka studiuar dhe ajo, por 5 fëmijë në Shqipëri nuk është pak. Edhe kur s'ka po të knu nona?
Mami nuk më ka parë, edhe pse mami këndonte këngë popullore gjithmonë, dinte nga Vlora, por nuk më ka parë asnjëherë në skenë, dhe kjo gjë më ka munguar, të jem shumë e sinqertë, sepse doja që të shikonte atë sakrificën që ajo kishte bërë, babai im, po familja ime, që kishin bërë për të mbështetur njëri tjetrin, për të mbështetur fëmijët, sepse parajgjykime vetëm nga familja s'kam pasur, i kam pasur aq mbështetje. Por ka qenë një luftë e madhe me paragjykimet rreth e rrotull, dhe kur arrita, kur i thonë më në fund se ai tregimi mund të jetë shumë i gjatë, arrita që unë ngjita në skenë, doja ta kisha mamin aty, sepse më mungonte, por vetëm babi ka qenë, edhe nuk e di ndoshta mami, sepse mami ka dashur të bëjë këngëtare vetë, nuk arriti dot. Vdiq para se me u boti? Mami vdiq para se të... Po, nuk më ka parë, bile unë u ktheva, të tregoj një shembull, unë kam parë operën e parë ka qenë Traviata, kur kam qenë 14 vjeç, para se të vendosja, kur vendosa të bësha këngëtare lirike. Ajo ka mujt me qenë 80-at, apo? Po, ka qenë. Posti 14 vjeç? 14 vjeç, eksakt. Ku e ke po Traviatën? E kam parë në Teatrin Operës së Baletit në Tiranë, që hap një klub, prandaj një shtëpi operistike është kaq e rëndësishme me këtu, sepse do mund të ndezi. Kush e ka kënu Traviatën? Ëndrën e dikujt tjetër. Apo rus kushtar? Ka qenë një turke, një këngëtare turke, një soprano turke. Domethënë kanë lënë soprano turke me hi në Shqipëri, sepse Po, ka qenë atëherë. Ka qenë goxha e zuluar në Shqipëri. Dhe e kam parë nga sopranos shqiptare, nga Edith Mihali, nga Inva Mula më vonë, ka qenë nuk i mbaj mend tash. Edhe efekti Traviatës kur ke shkuar. Efekti Traviatës. Danse. Vajta atje. Me kon kush çojnë Traviata? Kam qenë me vllain e madh, ai që ishte edhe mbrëm dje që erdhi më përcolli nga Tirana këtu. Dhe nuk e kisha iden fare të operës. Shoh Traviatën, u preka, rash në dashuri me njëherë me tingullin e parë, më tha diçka, por nuk e kuptoja çfarë ishte. Di në atë moment, a kënojshe? Këndoja... A shoje muzikë serioze në shtëpi? Jo, vetëm këngët për fëmijë, kupton, nuk e dija çfarë ishte opera. Dhe kur mbaroi mbrëmja, mbaroi opera, me sytë me lot, i thash vllajt, tani e vendosa, unë do bëjmë këngëtare operistike dhe nuk do vdes pa e kënduar një herë këtë rol. Dhe tani me shumë krenari jeta ta them, e kam kënduar 315 herë Violetën. Jo një herë. Jo vetëm një herë, dhe i rikthehem përsëri. 315 herë ja ke mojt premtimin vetit. Edhe gjithmonë e kthej kokën mbrapa, them, shife, kur e do diçka, duhet luftosh. Aq forte është, sikur vështirësitë e mëdha të kenë qenë që i kam pasur, të jem e sinqert, po sikur ajo dëshira ime, ai pasioni im, edhe një lloj çmendurie duhet jetë, se ishte qenia ime donte aq shumë, sa edhe universi më ndihmoi, ka shtyr drejt asaj gjëje, dhe këtë u tregoj gjithmonë studentave. Unë arrita. Secili për nesh ka mundësi të arrijë në maj. Po ajo rruga është aq e vështirë, po duhet të nisi ëndra diku. Elementi tjetër është që varfëria të përcolli kur shkove në Itali, shumë është interesant prej intervistave që i kom pa, më ka lënë përshtypje qysh kur ke met pa pare, e ke pas pak me hangër, si ke shku në Itali edhe ke met pa pare, nuk e paraqet veten si viktim, po thu, po bash, kur s'kisha që me hangër, kështu ashtu isha e trash, u dëpsova, si pasoj e qasaj, po mirë mboni. Do me thonë, e ke pa të mirën edhe qasaj situate, tron. Gjithmonë, jeta ka gjithmonë, ekziston e bardha dhe e zeza, gjithmonë është një anë pozitive, gjithmonë mëson nga gabimi, gjithmonë ne mësojmë nga dhimbja. Është e vërtet, unë kur shkova, atje kam dojtur dhe nuk më vjen turp ta them, një javë pa ngrënë bukë. Dhe po më ka shërbyer jashtë mase, sepse kupton disa vlera. E tash, Ermonela, kur fol njeri, a është kështu të simbolikisht një javë pa bukë, se njerëz vetëm burg menojnë që e ke aden grev turist një javë pa bukë. Qysh një javë pa bukë? Pse një javë pa bukë? Sepse unë duhet të... Unë më fitova një audicion në Itali, me Katia Ricciarellin. Më mbas, ndoshta, nuk e di për çfarë arsye, ose na shikonin në shqiptarët pakës me një sy tjetër, dhe tha, jo, tani u kry, tha, nuk bëhet kjo gjë, tha, ti duhet kthesh mbrapsht. E plani ishte ma gjatë me... Eksakt, e thash. Okej, nga që, kur në atë periudhë jeta, kur thoja që ishe shqiptar, gjithmonë i përkisi një kategorie, që mund të thonin po, jo, zgjidhjen e bënin kështu pa pasur parasysh për konsekuencat që mund të kishin mbi ty.
Dhe unë doja të rria atje. Thash, unë dua të bëjmë këngëtare lirike dhe Italia është toka e belcantos. Dhe pedagogët që kisha vërdall, edhe ju thash, jam gati të punoj si babysitter, diku vetëm të qëndroj. Dhe familja ku më çuan, unë s'kisha lek, të kuptohet. Familja ku më çuan që të bëja si babysitter, si është rrugtimi. Ata kishin probleme divorci dhe për ligjet e Italisë, zonja më tha për një javë unë nuk të fuz dot në shtëpi për të mbajtur 2 fëmijët. Kështu që për një javë tha, ku mund të qëndroshta në një hotel, atje thash, unë nuk kam lek të qëndroj në asnjë vend. E më tha mua, okay, tha, do të çoj në një shtëpi, që ishte nuk po them e braktisur, por që nuk jetonte njëri të miqve të saj. Tha, mund të qëndrosh atje për një javë sa të zgjidhen letrat e divorcit, etj, dhe pastaj të kthehesh, të vish të punosh tek unë, se unë rri atje, flija, haja, punoja dhe studioja. Edhe më tha, edhe vajta në këtë shtëpi, më tha mua, ke nevojë për lek për të ngrënë, etj. Kam, a edhe krenaria, se s'kisha për të paguar një hotel, e nuk mund t'i thoja që s'kam as për me hongër. Jo, kam, i thash, kam. Ajo krenaria ndoshta një çik. Dhe aty e vura re që s'kishte ujë të ngrohtë, s'kishte drita, po të paktën kishta një çati ku të vija kokën, kupton? Dhe kam ndojtur një javë pa dalë. Kisha vetëm një radio të vogël, një magnetofon të vogël me kaseta dhe dëgjoja vetëm muzikë klasike. Dhe në një farë mënyre si vetë në Itali. Vetëm komplet vetëm. 20 vjeçore? Kam qenë 18 vjeç e gjys. 19 i kam mbushur në atë periudhë. Dhe tani e kuptoj që nganjëherë pasionin koha ta vë në provë. Është me gjithmonë kjo që do, apo jo? Se mund të isha kthyer në Shqipëri. Po, e demoralizuar. E demoralizuar. Në Shqipëni gjithë kish pas dikush me dhënë buk. Se ne vemi japim, eksakt, por kemi derën e hapur, atë mikpritja e shqiptarit është, por thash me vete, ndoshta ëndra është kaq e madhe, isha mësuar edhe me babai im, kam mbaruar filozofin, e gjithmonë ishin këto shprehje të filozofëve, ku është vështirësia më e madhe, është oportuniteti më i madh, po atëherë më dukej diçka si, nuk po them si prall, po këto leximet filozofike, po me kalimin e hap pas hapi, më kujtuan ato fjalë e Timeti. Mirë. Është me fast forward, apo me e shty pak pllakën deri atë kasetën e magnetofonit deri tash kur po flasim, ti je në majën e karrierës, 30 vjet kritika të hatashme të mira nëpër gazetat më prestigjioze. Theory Angel apo Angeli i flakt është një kritik ma e mira me të përshkru ty që e kom pa. Edhe si person është ma e mira, Angel i flakt, edhe i sert, një farë mënyre në Kosovar që e këshim përkthy i sert, po edhe Angel, po edhe je zjart, e ke arrit tu e maj disiplinën, ke mujt me elshu tash nuk je pa buk, po disiplinë të hatashme ke në kondicion me e majt vetën. Qysh po e mrin majtjen e zanit në moshën cilën je, 50-at ti po këndon mas miri që ki këndu najherë. Është e vërtet këndoj më mirë tani, ka më shumë rezistencë tani, nga që jam më koshente, do me thënë e njo mirë, do me thënë rrugtimin për të arritur deri këtu, dhe është një punë e palodhur. Unë kam një disiplinë të rrept në mënyrë absolute, mund ta them. Përshkru ma ditën tënde, javën tënde. Dita ime, mëngjesi fillon, ngrihem në mëngjes herët, bëj ushtrimet e frymarrjes, bëj 500 hedhje me litar, vrap ose aktiviteti fizik që më ndihmon për frymarrjen, për këndimin. Më pas filloj gjërat e familjes, sepse jam edhe familjare, kur i thonë përpiqem t'i ndaj edhe ato gjëra, dhe filloj studioj direkt, studioj nga ana vokale, nuk ka rëndësie, edhe pse kam apo nuk kam produksion në atë moment, sepse janë muskuj, si punë e sportistit, po e le të la, muskujt janë, mund t'i lësh 2-3 ditë maksimumi, po janë gjithmonë muskujt që janë në lëvizje, janë në punë e sipër në training. Si e ushtron zonin? Zërin duke bërë vokaliza, gjithmonë kam një kontroll nga pedagogja e kantos, gjithmonë kontroll, po tani kam filluar që... Çfarë bën njerëz ti kur smuhet?
Kur smurem, unë kam kënduar edhe kur nuk kam pasu folur fare, do me thënë kam qenë e smur jashtë mase me grykët, por... Gjatë kohës që shikonim këtë video, më thoje tash, po ma pranon që ke qenë smur 2019. Shumë e smur, kam qenë e ftohur, jashtë mase ftohur, nuk flisja dot, por arria këndoja, bëhet... Qysh kënon njeri, më falë veç fizikisht, qysh kënon kur s'munsh me folë? Është teknika. Në qoftë se nuk është laringjit, kuptohet, laringjit që me gjithmonë të kompromenton aparatin e këndimit, por ti nuk mund të flasësh, por ajo teknika, ajo puna, trajnimi që bën për ditë me orë, të bën të kapërcesh një farë mënyre edhe natyren. Mirë, këto që ti po këndon ma mirë se që ke këndu edhe me 30 vjeç, nuk po e them veç unë, po e thonë kritikët, të cilë din shumë ma shumë për operën, se unë e kallëzom, do me thonë, a investon ma shumë në përgatitin tonë fizike, sepse prej fillimit, në fillim, kur ke qenë 30-at, nuk e ushtru. Tash, kur ke fillu me i bo që to skleka? Është e vërtet... Kërcimet me litar. Por vjen nga diçka tjetër, Jeta. Unë kam pasur një moment kur kam qenë 25-26 vjeçare, nga që doja të bëja gjithçka, sepse kisha edhe përgjegjësi për familjen, e tjerë, nuk doja të luftarake, duke ka përcyer pakës çdo lloj limiti, edhe të posibilitetit të vokalit tim. Dhe arriti një moment që u lodha aq shumë nga ana vokale, sepse ndoshta teknika nuk ishte siç duhej, e tjerë. Dhe bëra një vizitë tek një foniatër, jo vetëm tek njëri, tek 2-3 prej atyre, po njëri prej atyre që mbaj më i miri, më tha, unë kisha filluar karrierën. Edhe tha, me këto korda vokale që ke moj vajza, pa i thënë që isha këngëtare, s'ke për të bërë kur këngëtare, tha, se nuk ke një instrument të jashtëzakonshëm, tha. Je shumë e re. Ky mjek ndërro zanat, tha, sepse nuk bëhesh, je shumë e re akoma. Mjek i kohit? Italian ka qenë. Italian, do me thonë, e di ke punën e vetë. Si ishte shqiptar. Prandaj, vullneti bën mrekullira. Kur ti do ta bësh diçka, nuk ta shpjegoj dot, është diçka që në qeniet humane kemi një forcë të jashtëzakonshme. Se kishte konkluduar që ti nuk... Po nuk e di, ndoshta nga ana natyrale nuk ishin... Unë isha e lodhur faktikisht se kisha kënduar si mezzosoprano, si soprano koloratur, kush është në këtë fushë e kupton për çfarë po flas. Por, pse po them këtë gjë? Dhe thash, nuk është e mundur që unë të lë kanton kur unë isha në karrierë. Vajta në një depresion shumë të keq. Thashë, si është e mundur që unë të tërhiqem me gjitha ato sakrifica. Dhe kam filluar jeta, kam bërë studimet si foniatre. Foniatria është ajo dega e mjekësisë që merret me studimin e kordave të zërit, të aparatit të zërit. Për të parë sepse nga një kjo mungon, jo vetëm në Shqipëri, por në këtë e kam ngritur edhe si shqetësim edhe në shkollat e tjera në përbot, mungon disiplina të dish si është krijuar aparati yt i këndimit, si prodhohet zëri. Mirë, studiojshe veç tu lexu duke lexuar edhe duke parë në trupin tim. Dhe çfarë zbulova? Shkurtimisht zbulova që deri në moshën 30 vjeç me pa teknikë të mirë në një farë mënyre trupi i ri, muskujt e rinj rekuperojnë. Mbas asaj moshe, në qoftë se nuk e teknikën, çdo gjë ne humbim çdo vit mbas asaj moshe, sidomos për femrat, ne humbim 1% të masës muskulare. Dhe këndimi është me muskuj, është gjithë trupi është aparat këndimi që mbështet zërin. Dhe thash, okay, për të mbajtur sa më mirë, domethënë për të patur një lloj jetëgjatësie si këngëtare, duhet të bëja ushtrimet fizike dhe në atë moment ka filluar edhe stërvitja ime, domethënë ana fizike, që edhe në atë moment që unë fillova, u bëra koshente, u bëra, domethënë dia si funksiononte zëri në raport me trupin, me muskujt, me të tjerë, ka qenë një zbulim jashtëzakonshëm që ju duhet të gjitha shkollave, të gjitha fakulteteve në botë, sepse të bën koshent si prodhohet tingulli. Po si laik i muzikës që jam unë, ne e kemi pa Pavarotin super trosh që ka kënu derisa ka vdek. Çka thu për këtë anën tjetër që mashkujt i kemi pa kryesisht mbi peshë kënojnë? Këndojnë, por pa ti një periudhë meshkujt e kanë atë këtë momentin, nëse femrat e kanë pakës më përpara, meshkujt e kanë pakës më vonë. Por dhe Pavaroti nga fundi, që edhe që shumë, domethënë edhe kishte kaluar mosha dhe për të, jo gjithçka ka qenë atje, domethënë, po ishte fama që ecte, domethënë akoma këndonte. Kështu që ana fizike ndihmon jashtëmase, prandaj
Anën fizike, që ka po më thu, është shumë e nevojshme jo vetëm për profesionin e muzikës, po shumë pak ke profesionista në botën tonë, nështë me thonë kështu, shqiptare që me 50 vjetë lodhen, dembelavën, ullën në tavolina, mendojnë edhe si gazetar, lemo si muzikant. Do më thonë, 50 vjeqar llogaritësh që duhesh me bo punë fizikisht leta. E vërtet? Pse ke vendos me thyqet barierë edhe sa është vështirë me majt vetën edhe me vazhdu edhe a ka afat skadimi kjo punë e zanit Ermonel që shka një sportist? Ka afat skadimi, në qoftë se nuk punon, brenda mos 40 vjeç je i mbaruar. Unë po sfidoj veten, jeta, dhe në këtë periudhë jetës time dua që të qëndroj akoma në karrierë, po jo për veten time tani. Tani për të dhënë një shembull, një frymëzim, një shembull brezit të ri. Qofse bëjun që jam më e madhe se një këngëtar i ri, edhe ti mund ta bësh, sepse në këtë moment, në këtë mënyrë, tani që unë kam këtë dëshirën e madhe, një detyrim shpirtëror për të dhënë eksperiencën time këngëtarëve të rinj, dua të jem unë akoma në gjendje ta prodhoj, ta tregoj mënyra se si bëhet kjo. Edhe je shembull. Çdo ditë po ushtron apo? Çdo ditë, edhe kur e bëj unë këtë gjë që unë dilla apo shon me? Jo. Çdo ditë shkon ushtron. Fizikisht. Çdo ditë, sepse po e le të la neve këndojmë pa mikrofon, etj. Kështu që në momentin që unë jam ajo, nganjëherë ke pedagogë që bëjnë masterclass, ulen, më bëjnë çik pozicionin atje, më këndo këtu. Jo, ai riu duhet i shkosh atje përballë të preki, të këndosh ti jesh në gjendje ta prodhosh atë tingull, që të marrë si shembull, jo të të imitoj, po të marrë si shembull. Sepse është diçka që është shumë shumica, jemi mësuar me njerëz jo vetëm që ulun të kallzojnë, po mjek që pinë cigare, edhe e kallzojnë mjekësinë. Profesor që ndoshta janë të muzikës e pinë cigare. Do me thonë jemi kultura është vazhdon me qenë këtë shekull, Ermonel, jo ofër çka po fleti, po e kundërta. Megjithatë ka shpresë jeta, sepse nëse jemi ne të dyja duke folur këtu për këtë gjë. Për këtë gjë. Mendoj që dikush nga të rinjt, nëse ka me kaq pasion, do e kuptoj kush është e mira. Pastaj do ishte zgjidhja që bëjmë neve, jeta. Neve gjithmonë e kemi të mirën dhe jo të mirën aty. Varet çfarë zgjidhje bëjmë, kështu që neve opsionin po ju a japim. Pastaj varet sa kanë dëshirë ta zbatojnë. Unë për veten time e mbajmë gjithmonë ndjem si ajo studentja, si Ermonela e vogël që dua ti të provoj vetes që mund të këndosh edhe 30, edhe 40, edhe 50, shpresojmë 60. E tash po du me fol pak për këtë periudhë ku ti po do me qenë shembull për gjenerata treja, po të kallzoj mram, për mu u kriju një përshtypje 2025, Kosova 26 vjetorin e çlirimit, nështa po dukëm si shtet normal. Mu për njëherë mu dhe kishte ditë, te ne është dita prej javëve të para të verës, se kemi pas shi, kemi pas kohë të keqe, kështu që ke qëllu që na ke hap verën, edhe jashtë në botë, kur kom shku në sheshe qyteteve, kom pa që si koncerte. Mu ma kujtove që nështa jemi të bo 26 vjetë pas shtet normal. Po për mu bo shtet normal, për shembull, një për gjanave që ndodhen përëndim, është që janë gjendje me pagu bilet shtrejt për me shku në koncert. Qysh me mri që të anë tjetër me zhvillim ekonomik, nuk o që njerës këtu kanë dëshirë, jemi të mri në fazë ku pagun për koncert. Çka duhet me ndru këtë aspekt? Folim çka me ndru të vetja, qysh me qenë gati për publik, po qysh me eduku publikun, po du me të pyet. Për shembull, duke marrë shumë seriozisht artistët që bëjnë këtë zanat, mund të them, duke marrë seriozisht edhe do të detyrosh publikun. Nëse bëjmë një koncert, pavarësisht ishte Ermonela, ishte dikush tjetër, nëse përsëriten këto koncerte, dhe ne ngrehim zërin, sa e rëndësishme është, sepse pikërisht ata njerëz që ndoshta nuk e njohin këtë kulturën e të paguarit biletës, po nëse njëri prej fëmijëve të tyre do ngjitej në skenë dhe bën jetesën me atë gjë, e marrim seriozisht që arti nuk është thjesht një argëtim. Unë e s'di për Shqipni, tregom që është, po këtu as kur i ki fal biletat, njerëz shkojnë. Është e vërtet, po prap duhet punojmë një çik më shumë. Duhet japim më shumë shfaqje cilësore,
duhet jemi pozitiv, duhet të shtym të gjithë drejt kësaj. Unë jam për këtë gjë, të jem shumë e sinqertë, edhe pse jo, në momentin që do kemi edhe një shtëpi operistike, do jetë se kur ke një vend që mund të jetë një lloj tempulli, edhe mund të ketë një vlerë tjetër. Vesh lutëm premton, më ram the, herën tjetër që vi, po du me kënu në sallë të operës, unë po të thëmë që gjosat janë që edhe një 5 vjes kemi me pas. Mos na le që shtu kile që veç kur ta bëni sallën ko me ardhë. A ki me ardhë edhe nëse se kemi sallën? Pa tjetër, pa ishte një lloj mesazhi që faleminderit. Se zbën dobi, sepse Kosova është unë lë gjithmonë një pjesë të zemrës, sa herë vi këtu. Po, përveç objektit, ne kemi nevojë muzikën me kultivu artin shkolla, mu nis prej bazave. Sistemi me kriju njerëz, jo vetëm ndërtesa. Ne sistemin edukativ këtu, shkolla e muzikës e përfshin një numër shumë të vogël të nxënësve, shumë pak shkollat muzikës, po edhe shumë pak vegla instrumente në shkolla normale të shkollave, do më thënë shkollë fillore të mesme. Çka ishim dasht me bo? Qysh dallon një vend evropian prej nesh, një vend i Evropës perëndimore, sidomos Shqipëria që po sunon shumë ma herët se gjithë na me shku atje. A ka instrumentet nevojshme për me kriju artistri? Edhe atje nuk është 100%, do me thënë, nuk është se i kanë gjitha instrumentet, edhe ati kanë mungesa, po do marri pak kohë, duhet të bënë shumë, duhet ta kuptojnë këtë gjë politika, duhet ta kuptojnë se e rëndësishme është, se një instrument nuk është thjesht një instrument që mund t'i, si që thash, thjesht një argëtim, është shpirti i atij artistit që po i bie, që po kanalizon ndjenjat e veta në atë instrument, o në këndime, etj. Do marri pakës kohë, po unë shoh gjithë stafin e Filharmonisë Kosovës dhe të operës së Kosovës dhe në fakultet kur shkova para 2-3 ditësh, dëshira është kaq e madhe, duhet të shtym, nuk duhet si thon asaj shpresë, nuk duhet të give up. Dorëzojmë, kërkoj ndjesë nëse nuk më shkove në fakultet, s'po mu i pa të pyt, se kom pa në Shqipni që kur ke shku me majt masterclass që është orë të muzikës, ligjërat, s'ka nërë studentat e Shqipnis. Kosovë? Çka gjetin Kosovë? Kosovë ka qenë e kundërta. Unë mbush salla plot, ajo dëshira kishte pedagog, dhe është shumë e rëndësishme, neve flasim për gjëra të mëdha ose edhe për gjëra të vogla jeta. Po them çelësi i kësaj gjëje është duhet të duam dhe respektojmë njëri tjetrin, nuk ka rëndësi. Përvojën që kom une me ty, në 2011 e kanë shumë njerëz me ty. Do me thonë, po vjen mirë që ta kanë kthy energjinë edhe ta kanë mbush sallën. Absolutisht. Kallëzëm, po du me shku edhe ma tutje. Nëse për me bo, ti po bëm për neve, i ki qelë dyr edhe një vajze të re të Kosovës të Mitrovicës që ka pas, po ashtu e varfën, kur ka fillu, Elbenita Kajtozi ka ardhë dhe ka majtë në 2021 këtu intervjizë që ka majtë me te, është ullë këtu ku ke qenë te, se ka ditë që të njof, edhe më ka kallëzu që ti i keni mu, ja ke qelë dyrt me kontakte, ja ke dhanë madje edhe stolit edhe fustanat e to. Faleminderit që keni mu një Kosovare. Me njerë po du me të pytë, me dasht me të bo Kosova ty, shtetasit Kosovës, me të adhon pasaportën, jo veç me t'imu ty, po me n'animu edhe ti neve, me ligjërata, me qelje dyrë që veç po e bën edhe pa pasaport. A e kështë e pranu? Me njërë, nderuar. Është detyrim shpirtëror jeta. Se ne po flasim për gjë, pra ajo gjë më e thjeshtë që na mungon. Duhet të duam mirë, po duket e kuptoj. Njerëz xhelozojnë edhe nuk artistat. E di shumë mirë, sidomos në art. Ne harrojmë që për një të mirë të përbashkët të vendit, neve secili prej nesh bën diçka më vete, po për një të mirë të përbashkët, është ligji i qytetërimit të bashkëpunojmë. Ajo secili për veten e vet dhe duke pasur atë pikën e përbashkët, ai është i xhunglës. Ne këtë duhet mësojmë, jemi një popull kaq i vogël, me talentet jashtëzakonshme, po kemi nevojë këto talentet ti përqafojmë, ti ndihmojmë, ti shtyjmë, sepse vetëm në këtë mënyrë e përsëris ndoshta mund të duken pakës anakronike, po duke dashur, respektuar, ndihmuar njëri tjetrin, jemi qenie humane më të mira dhe një popull më i mirë. Prandaj unë e kam pasur për detyrë, më bëhet qefja me lumtur për Elbenitën dhe uroj shumë Elbenita të tjera të dalin,
edhe shumë hormonela të tjera të dalin, në më të mira se hormonela këtu, dhe në qoftë se kam ndërmend të bëj diçka, do e bëj me shpirt dhe do shikohemi, do takohemi së shpejti. Idenë e shtetësisë do të mundohem me shty, për atë s'kam kontroll, po do të mundohem me shty Jam e nderuar. te autoritetet tona. Por çka kam kontroll e po du me dhënë në fund, është e parë që mëram ke pas filigran. Kjo është një stoli që e bojnë gratë që kanë pësu dhunë seksuale gjatë luftës, edhe energjin e transferojnë tu e ripërtri vetën, tu punu, tu bo, thjesht tu bo stoli të cilat krejt Kosova sot po i respektojnë që kjo për ty. Jam e nderuar, faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Unë në solidaritet me çka ke vesh ti mram, e kam flutra Dedin një bluzë të flutra Dedinës, po ashtu solidaritet me përkra gratë artiste treja. Faleminderit shumë. Sa i përket çka bojnë gratë me qendrën që punon me to, punon me ripërtri traumën, edhe kemi një vajzë tjetër, e cila është Njomza Luci, vajza e arkitektit Recep Luci, të cilin e kam vëra gjatë pas lufte, kur ka ndodhur ndërtimet, kur ka dashur ndalë ndërtimet ilegale të pakontrollume, edhe si pasojë e kësaj është heroj pas luftës, jo e gjatë luftës. Po, vajza e tij nuk rrin rehat, edhe sot është po ashtu punon në fushën e dizajnit, edhe maron kurora me filigran. Faleminderit shumë. Kjo kuror shumë të shkon ty. Faleminderit. Dhurata për ty, shtetësin, inshallah ta japin tjertë, unë do t'insistoj me marë, edhe po shpresoj, herën tjetër që vjen, kemi me folë për procesin tënë si shtetase e Kosovës, po edhe për koncertin e radhës. Faleminderit me zemra, faleminderit. Faleminderit, jam gjithmonë emocionuar sepse e vërteta është ajo që të prek, të përlot. E faleminderit për dashurinë e sinqertë. Më bën të ndihem vajzë e motor e kësaj toke të Kosovës. Faleminderit. Tash bashkë po e përfundojmë me një kongë që e ke kënu në 2019 në Galla Mramje. Ta ndigjojmë.
Rope përfundojmë me këngën që e pas ka emnin, ta shumë kallëzove, Këthim vendlindje, Vërtet. të Ervin Stofës. Ku shobre që ky Ervin Stofa? Ervin Stafa është shoku i mi jetës, bashkëshorti aktual. Qyshme ki zgjedh këngën, asë është nepotizëm, ja ki zgjedh këngën. E mirë. Po jemi rritur bashk edhe me muzikën. Ai kompozon? Ndonjëherë, unë e shtyj pak, se tani merret me inxhinjeri, është inxhinier. E Kthimi në vendlindje është i shkruar për kujt, si këngë, si Teksti nga Alma Papamihali, një shoqja ime që jemi rritur, kemi studuar të vogla, dhe muzika nga Ervini. E këto stoli që i ke pas, a kanë qenë tuat, a kanë qenë të Kosovës? Këto kanë qenë stolit e mia dhe stolit që unë i kam dhuruar Elbenitës thjesht për të më pasur mua pranë si energji për në çdo lloj momenti të jetës saj. Domethënë, çto janë saktë ato stoli për cilat ajo më ka sepse në atë periudhë kam takuar dhe Elbenitën. Faleminderit shumë Ermonel për zemrën e madhe që ke. Jo veç që kënon, po që ke kaq energji pozitive edhe më ke stimulu me bo edhe punën teme ma mirë. Unë e s'knoj, po punën teme më ke stimulu kur kom taku ty edhe kur të kom po modeste që ashtu edhe qyshit e kalon sfidat. Faleminderit. Se pasqyrojmë të dyja këtë lloj pozitiviteti, marrim dhe japim nga njëra tjetra. Ky është ai detyrimi ynë që duhet të bëjmë për bresin e ri. Ishte kjo Ermonela Jaho, për herë të parë si me koncertin e saj solistike në Prishtinë, shpresojmë që ka me pas edhe shumë tjera, ka që kemi përsonte natën e mirë.